që nga sot, kosovarët që jetojnë në Gjermani do të regjistrohen vetëm si shtetas të Republikës së Kosovës dhe jo më si shtetas të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka mirëpritur këtë vendim dhe ka falendëruar autoritetet gjermane për këtë ndryshim të rëndësishëm. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Kurti theksoi se për më shumë se 17 vjet, shumë shtetas të Kosovës janë detyruar të regjistrohen si shtetas të Serbisë në dokumentacionin gjerman, një padrejtësi që tani është korrigjuar. Ai shprehu mirënjohjen e tij ndaj ministrit të punëve të jashtme dhe diasporës për përkushtimin dhe punën e bërë për arritjen e kësaj marrëveshje. Pas një angazhimi të vazhdueshëm, është miratuar një udhëzim që të gjithë qytetarët e Kosovës të regjistrohen vetëm si shtetas të Republikës së Kosovës. Ky ndryshim tashmë ka hyrë në fuqi dhe vlen për të gjitha landet gjermane, tha Kurti. Kryeministri u bëri thirrje të gjithë bashkëdhetarëve që të verifikojnë dhe korrigjojnë regjistrimin e shtetësisë në dokumentet e tyre për të pasqyruar këtë ndryshim. Ky vendim është një hap i rëndësishëm për afirmimin e shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe për lehtësimin e procedurave për diasporën kosovare në Gjermani.